Historia e këngës Si vjen devri e zamani. Në kohën kur Hila i Files ndodhej në Virpazar, një mejhane të Shkodrës bëhej një bisedë ngrohtë midis 3 ahengjive e një djaloshi 25 vjeçar, Hysen Çakut, djalit të një pasaniku shkodran. Hyseni në fillim me një farë ngurimi, por me dëshirën për t'u shprehur të plot hallin e vet, u thot për të tërhiqur vëmendjen. E dua një nder për jush. Shokët e tij drejtojnë vështrimin nga ai, njëri merr filxhan e kafes dhe vazhdon të pi, në pritje të asaj që do të kërkonte Hyseni, ndërsa tjetri ndezi një cigare. Hajrna qoftë, foli i treti po me kureshtje. Hyseni bëri një pauzë, mori frym the dhe duke lëshuar një shëretim të lehtë foli. Dhe e dini hallin tim, apo jo? E dim, si se dim, se ai shëndesi cigaren duke lëshuar një shtullum këtymi. Lidhur me Marien, thua? Foli ai tjetri. Po, ju përgjigji vendosur dhe i hapt Hyseni. Kjo po, e thënë ka shprehur, i bëri të tjerë të mendojnë më me kureshtje për ndihmën që kërkonte Hyseni. E dini si kishte dashur një vajzë në bardhej, ajo quhej Marie. Çfarë kërkonte prej tyre? Ata tashmë ishin ndarë, prindrit e saj e kishin shkëputur krejt nga jeta. Kush e di se ku e kishin fshehur. Prandaj pyetin si të habitur, për çfarë ndihme bëhet fjalë. Hyseni vazhdoi më me kurajo, por me dhimbje. Erdhi koha për të ndarë përsy gjalli prej saj. Nuk e kam menduar asnjëherë kështu. Ata ishin shokë të ngushtë, mund t'i hapeshin njëri tjetrit. Prandaj, edhe bisedën e bën krejt të qiltër. Nuk e di pse u larguan prej njëri tjetrit, vazhdoi Hyseni. Ende nuk po a thoshte hallin. Kto që u tha, ata e dinin pak a shumë, po ku do të dalë. Megjithatë, mirë e keni kaluar bashkë. E shpëtiti njëri prej shokëve për t'ia bërë më të lehtë, më të këndshme gjendjen në të cilën ndodhet në këtë moment. Të tjerët bën buzë në gaz. Mirë thua, ju përgjigj Hyseni, duke përfituar se për një vit të tërë takohej me Marien gati për ditë, të fshehur në përulishtat e vreshtat e vogla të periferisë, të fshatit të bukur bardhej pranë Shkodrës. Deshi të tregoj hollësi, por ndroi mendim. Për një çast, ju duk se e kishte pranë. Kujtimet e mira të ëmbla të bashkojnë gjithnjë, aq më tepër kur janë të nxitura e të frymëzuara nga dashuria. A e ke takuar ndonjë ditë kohë të fundit? E pyeti i pari, duke i ndërprer fillin e vëgimeve të ëmbla, sikur ta kishin mbyllur në kafaz tamam si bilbilin, tha Hyseni me dëshpërim, por gjithsesi i kënaqur nga krahasimi që gjeti. Shokët e tij vazhdonin të pinin kafe e duhan, e të ndiqnin me vëmendje fjalët e tij. I përhumbur në kujtimet e bukura vazhdoi me zjarr. As si s'kam krahë të flutëroj, së paku t'i shoh syt edhe një herë. Kam shkuar andej, dhe duke se fluturoja duke kaluar livall me livall, por asnjëherë nuk e pash. Me sa duket, e kanë larguar prej aty. Po në ëndër a ki part paktën? E ngacmoi përsëri ai. Ah, mos fol. Një natë më doli në ëndër, me atë fytyra të bukur, me atë sy që i vezullonin nga shkëlqimi e që i ashtonin më shumë bukurinë. Më dukej se po më kërkonte ndihmë që ta ndihmoja, por që do. Sa hapa syt nuk pash askënd. Mu zhduk nga pamja. Mirë mor burr, këtë që thua pak a shumë i kemi dëgjuar edhe më parë, por nuk po kuptoj se çfarë kërkon prej nesh. Hyseni nuk kap fort, pas mendimi që i vlonte në shpirt e pasi e mblodhi veten, me një vështrim disi të gjadëruar e zhvirues u tha: "Dua një këngë të re e për dashnin ton." Dhe sikur u shliruan nga gjendja në të cilën ndodhej. Ata mbetën shtang, shikuan njëri tjetrin pa folur. Hyseni priste fjalën e tyre me një shprehje vezulluese në fytyrë. Ne asnjëri nuk kemi bërë këngë ndonjëherë. Ajo punë do mjeshtrie ashk, e theu heshtjen njëri prej tyre. Hyseni nuk e pristi këtë përgjigje, dhe sikur ju shtrembëruan pak buzët nga një nënqeshje e hidhur. Nuk e mendonte këtë gjë se ata nuk do ta ndihmonin si ahengji të mirë të njohur që ishin. Megjithatë, të shohim, foli shpejt e shpejt tjetri, kur pa gjendjen e Hysenit. Mund të drejtohemi të tjerëve. Po kujt? Ndërhyri me njëherë shoku i vet. Këtë këngë mund ta krijoj vetëm Hila i Files, sepse ai bën vjersha të bukura, e ty të duhet që ta thoj bukur hallin që ke, apo jo? Dhe ju drejtua të tjerëve. Por ai ndodhet në Virpazar. Të tjerët ja miratuan mendimin, duhej gjetur një zgjidhje se si do të plotësohej dëshira shokut të tyre në hall. Po sikur të shkoni te Hila,
Virpazari nuk është larg, përpara mos shani kokën, u tha Hyseni entuziast. Ata pa njëri tjetrin. A e di se ki keq? Than pothuajse një zëri. Ja tregojmë Hiles hallin që ke. Krejt këtë bisejë që bëm, ai të bëj vjeshën së pari, pastaj ai mund të bëj edhe melodin, krejt këngën. Drejt e ke. Duhet të shkonin të tre te Hila në Virpazar. Caktuan ditën, Hyseni sikur u shlirua. Mbas 3 ditësh, një lundër u nis përmes liçenit Shkodrës në drejtim të Virpazarit. Kaluan 4-5 ditë dhe Hyseni mori një lajm. Të shtunën mbas dite vim me porosi të kryer. Nuk u përmbajt nga gëzimi, kishte dëshirë të bënte një pritje madhështore. Prandaj, bisedoi me të zotin e mejhanës më të afërt të Molos të Ura e Bunës, që kur ata të vinin, të zhenin të shtruar. Të shtunën, gjithë mbas ditën Hyseni ndenjë në breg, duke pritur me gëzim, por edhe me ankth. I dalloi prej larg dhe ju shtuan emocionet. Realizohi ëndra e tij dhe në këtë çast, edukse e kishte aty pranë Marien e tij dashur. Po kur pa se duke zbritur nga lundra e duke ju ngjitur shkallëve ata po lëkundeshin e nuk po i bënin hapa të sigurt, diçka e theri në zemër. Menjëherë kuptoi se të gjithë ishin të dehur. Tër rrugën kishin pirë. Megjithatë, i futi në mejhanën e përgatitur. Priti që t'i këndonin këngën, por ata as që kishin në mend të bënin një gjë të tillë. Nuk e di, me kemi harruar, i tha ai që duke i pak me i kthjellët. Mos u mërzit se shkojmë përsëri, shpejtoi të flas tjetri kur pa, edhe pse në atë gjendje që ishte, turbullimin e fytyrës së Hysenit. Këtu na ke pas një jave foli i treti. Mbas 2 ditësh u nisën përsëri. Erdhën përsëri me ceremoni kësaj here, më shumë njerëz në Molo. Në të njëjtën mejhane, u këndua kënga Si vjen devri e zamani që u bë e njohur në të gjithë qytetin e që vazhdon të këndohet edhe sot. Ajo hyri menjëherë në mbytyjet e Hengut Shkodran. Si vjen devri e zamani, për mu damun për së gjallë. Shumë halë që ka insanit të lutëm, ma ban halal. Fort të deshëm e u harruem, s'na bjen mend për shë që shojnë. Nuk e di pse u larguem, një ato qefe po dishrojmë. Në ndër jam në gjumë të parë, ftyra jote mbjen dërmend. Kur fidhan gjumi me mdal, qili syt, e s'shof kërkend. Isa Alibali, në Shkodër të gjithë këndojnë. Historia e këngës